Ponte Vecchio ose ura e vjetër, ura më e famshme e Italisë bashku me Rialto në Venecia. Është ura mbi lumin Arno që lidh dy pjesët e Firenzes ose qytetit historik të Firenzes, e ndërtuar në formën aktuale rreth vitit 1345, por me urën fillestare që prej shekullit parë para erës së re. Është ura më e famshme sepse është ura më e vjetër, më e paprekur e Firenzes nga asnjë situatë, qoftë nga përmbytjet, qoftë nga luftrat, madje as gjermanët luftën e dytë botërore nuk e prekën. Ura u ndërtua në formën aktuale thash në vitin 1345 dhe mbi të është një tunel i cili shërbente për familjen Medici për të lidhur Piazza della Signorina ose pallatin e Signorisë me pallatin Pitti që ndodhet në anën tjetër të lumit. Të gjithë dyqanet në dy anën e saj ishin konceptuar si një urë tregtare, pra me dyqane, po të vini re, lumi është Arnosh në dy anët, ndërsa gjithë ana tjetër është me dyqane. Në fillim ishin dyqane kasapësh dhe dyqane lëkurpunuesish, por me kalimin e kohës aty u vendosën argjendarët. Sot janë disa nga dyqanet më luksoze të botës, mjafton të shihni për shembull Rolexin, Piccinin, Bracciolini dhe të tjerë që shërbejnë kryesisht për turistët. Vazhdon të mbetet ura më e famshme e Firenzes, sepse është ura më e rëndësishme e saj, më e vjetra dhe ura që sikur se thash nuk ka prekur askush. Sot konsiderohet pasuri e UNESCO-s dhe është një prej ndërtime ose një prej vendeve më atraksioneve turistike më të rëndësishme të Firenzes, nga Ponte Vecchio Firenze.